Një përshëndetje miq të rrjetet e radio televizionit shqiptar, jemi me pamje të drejtë për drejtë nga stadiumi Adush Muçaj, qytetit të Ballçit, në prag të një sfide që premton emocione deri në sekondën e fundit. Java e 35 dhe e parafundit e sezonit të rregullt na sjell me përballjen Pylis Elbasani. Është momenti që njoh me formacionet e dy skuadrave, fillimisht me vendasit Pylis drejtuar nga Mirel Josa, vjen me rreshtimin 3-5-2 në Port Ozolc. Marko Dimov dhe Bruno janë tre lojtarët që do të formojnë prapavijën Kamara dhe Koxhi nga krahët, ndërsa Përgjoni, Stojlov dhe Kane janë tre lojtarët e mesfushës, Pedro dhe Wallison dy lojtarët të cilët do të formojnë fazën ofensive. Në krahun tjetër, Elbasani drejtuar nga Ivan Gozdenovic vjen me rreshtimin 4-2-3-1 në Port Totoshi, në mbrojtje Musta Kasa, Olberkis dhe Lila. Manedari dhe Abbas janë dy lojtarët të cilët do të formojnë qendrën e mesfushës. Lajthia, Lukili dhe Diallo të gjithë në mbështetje të sulmuesit Cage. Do të vendos drejtësi në këtë përballje Eugene Xhaja, ndihmuar nga Arber Zalla dhe Denis Rexha. Albano Stolaj, arbitri i katërt, në VAR Indrit Myrtja, asistent Klodian Shahini. Pylis vjen me moral të lartë dhe besim të shtuar pas dy fitoreve radhazi ndaj të Utës dhe Vllaznis, një ecuri që ka ringjallur shpresat dhe ka rritur ndjeshën besimin në kampin Ballçot, të cilët kërkojnë me çdo kusht ta shfrytëzojnë këtë moment pozitiv për të hedhur një tjetër hap drejt mbijetesës me 38 pikë dhe të pozicionuar në vendin e 9 në një garë të edhshme me disa rival direkt. Çdo pikë në këtë fazë të kampionatit ka një peshë shumë të madhe. Ndërkohë në krahun tjetër, Elbasani ndodhet në krye të renditjes me 62 pikë dhe synon të reagojë pas humbjes së fundit ndaj Vorës. Kryesuesit e kampionatit nuk duan të lënë vend për surpriza dhe do të kërkojnë rikthimin tek fitoria për të konsoliduar pozitat në kreun e renditjes. Ka nesër kjo përballje janë pikërisht vendasit me topin në zotrin. Është Kamara i cili kërkon të shtyjë përpara dhe ndërhyn me shumë vendosmëri. Lajthia megjithatë humbasin kontrollin e topit miqt. Një top që nuk shkon te Koxhi në krahun e majt, mbyllur nga mbrojtja e Elbasanit. Kane fton Koxhin. Tenton të marrë krahun, por i vjen me një ndërhyrje të shpejtë dhe disi të ashpër nga ana e Lilës, goditje dënimi për vendasit. Në këtë sezon, në tre përballjet mes tyre, ka një baraspesh me nga një fitore, secila skuadër dhe një barazim mes tyre. Ndërkohë që paralelisht po zhvillohen edhe 4 takimet e javës së 35 të hapjes superiore, sigurisht që të gjitha përballjet vijnë ekskluzivisht në rrjetin e radio televizionit shqiptar. Lajthia në krahun e majt avancon, kërkon mbështetje, por është vetëm Diallo. Në zonë është edhe Lukili. Largimi i tij fort në shtyllën e dytë. Isi më brenda, isi. Koxhi. Je larg, isi. Simi Koxhis që mbyllet nga Ibrahim Abbas. Diagonal, Gjono. 46 gola të realizuar në kampionat për Elbasanin, sulmi më i mirë i kampionatit me 32 gola të pësuar. Stojlov i rikthyer nga një dëmtim prej disa javësh. Eliosa ka vendosur të ketë më shumë balans në mesfushë. Wallison ka një prekje të topit me dorë sipas kryesorit Eugene Xhaja. E shohim edhe një tjetër top i gjatë dhe ajo dorë ngritur e sulmuesit brazilian, por ishte ndërhyrja e Kasës që e zhbalancoi sulmuesin brazilian për të mos avancuar më tej. Atë është edhe Totoshi i rikthyer pas një
Pezullimi një javor, portieri kishte plotësuar numrin e kartonave, nuk kishte në javën e kaluar në sfidën kundër Vorës. Iskase! Tashmë është rikthyer për t'i dhënë më tepër garanci portës së Elbasanit. Para! Një sezon që nisi me Janacek, Opën sigi! por ky fundit pse një dëmtim të rënd. Isi Bopi Sa muaj më Kasimi! parë duke mbyllur sezonin dhe Porti është besuar Totoshit, i cili ka bërë mjaft mirë në këto javë të fundit. Olberkis. Kasa. Musta në krahun e majt. Kontra avancoi përpara, por mbyllet mjaft mirë nga Përgjoni. Stojlo për te Kane. E kthem pas shumë lehtë, megjithatë Dimov. Bravo Edhe topin për Kane. Bravo Karim! Mes dy lojtarëve luan tek Bruno. Braziliani e kthem pas tek Ozolc. Ndoshta një skem për të afruar më tepër kundërshtarin, por deri më tani në këto 4 minutat e para kemi parë një Elbasan vërtet agresiv që menjëherë kryen një lloj presioni sa herë që prapa vija, apo portieri ka topin. To fituar nga Lila. Shkojnë dy lojtar, i rëmbejnë topin me faul, thot kryesori Eugene Gjaja. Bravo Sigi, open, yes. Go inside, Ibrahim. Olberkis. Go inside, Isi. Kasa. Me para. Luan në krahun e gjatë ku ndodhet Lilla me vështirësi arrin tek topi, ndërkohë që Koxhi mbyll aksionin, por i vënia me duar i takon Elbasanit. Ka një prezencë në tribunën qendrore të tifozëve miq. Shpresojnë shumë të titulli kampion këtë sezon të zhvilluar ekipi Elbasanit. Topi gjatë për tek Wallison. Dhe sërish ka një prekje të topit me dorë nga ana e brazilianit, sulmuesi i cili realizoi në takimin e javës së fundit kundër Vllaznis në minutën e 64 duke i dhënë avantazhin ekipit Patriot. Ide, më lart, se është me top lirë. Bravo. Olberkis. Një top pas shpine, por Dimov e lodomi vend tek Ozolc, rrezikohet disi që në mbrojtësi i Bylesit. Marku. Bravo Ibra, djalo mori saj, Që të djalo. organizohen vendasit, kamera, Marku luan për para gjen Wallison, i cili e një lëvizje të zgjuar tentuar të triblonte Mustën. Manellari luan pas tek Abbas. Olberkis. Kasa. Shojmë të top për tek Diallo, mbyllet fillimisht nga Bruno dhe dalja e portierit Ozolc. Ideja ishte shumë e mirë për ta çuar topin tek Diallo, sulmuesi i Elbasanit, i cili është shumë i shpejt edhe në duelet 1-1 vendos në vështirësi mbrojtjet kundërshtare. Shkon Mukhtar Koxhi në këtë përplasje me kundërshtarin, nuk ka faul. Shohim prekja e fundit e Koxhis, rivënia me duar për Elbasanin. Shumë nerv mes Koxhis dhe Lilës në duelet mes tyre. E topi fituar nga Kane, Pedro dhe faul për Bylesin, nuk lejon. Jo, ka një pozicion të parregullt. Ka një pozicion të parregullt. Pavarësisht se Pedro ka mbetur i dëmtuar. Ata përplasje me kundërshtarin. Hajde, bravo, bravo.
Shohim edhe njërë tjetër pozicionin e parregullt të 24 vjeçarit portugez, i cili sigurisht ka dhe një impakt pozitiv në sulmin e ekipit Batshot në lojën e tij. Kamara, i shpejt Arkim në zonë dhe Wallison gabon këtë top të goditur me kokë. Minuta e 9, vjen paralajmërimi i parë i Batshotëve. Ivan Gozdenovic sigurisht jo i kënaqur me prapavijën. Kërkon të rizgjoj skuadrën e tij. Një goditje që përfundon jashtë, minuta e 9. Shohim edhe njërë tjetër të goditje dhe reagimi i portierit Ozolc. Ishte Ze Gomes. Vjen goditja e parë nga këndi. Lukili. Lëviz birë hyrë në zonë Lukili dhe më pas ai top i arkuar lehtë që mbyllet nga Përgjoni. Position! Musta dyri must! Muste! Muste! Lila, Arkim në zonë. Ze Gomes Abbas, goditja që ndalet nga Dimov. Topi që shkon tek Lukili, po kry fundit preferon një tjetër goditje nga këndi, e dyta për Elbasanin. Shohim markimi rëmuj dhe tjetër goditje nga këndi, e treta për Elbasanin që vijon të jetë përpara. Të duhet edhe njërë tjetër, jo vetëm Ozolc, por gjithë mbrojtja e Bylisit të jetë e vëmendshme në këtë moment, në këtë situatë. Kësaj radhe preferon një pasim për tek Lukili. Mosta do bi larguar me kohë nga Marku dhe ka një faull për Elbasanin. Afrohet kapiteni i Bylisit Marku për të diskutuar mbi atë faull të akorduar nga kryesori Eugene Gjaja. Shohim edhe njërë tjetër momentin kur Wallison, sulmuesi brazilian, shkaktoi një ndërhyrje të parregullt. Dy lojtar tek topi. Është Diallo dhe Lukili, gjithashtu edhe Manellari duket në një pozicion komod për të tentuar portën. Edhe pse është larg topit, mund të jetë një skeme interpretuar nga Lukili dhe Abbas, por do të shohim se si do ta shfrytëzoj këtë moment. Është Lukili, goditja e cili ndalet nga Wallison, topi që përfundon tek Olberkis, edhe njërë tjetër
Wallison tashmë është një zbritje e vendasve me Pedron i cili luan te kamera në krahun e djathtë, por mjaft mirë arrin të mbyll aksionin. Ishte Kasa. Bravo, bravo! Position, Ibrahim! Dimov. Uece! Pason tek Bruno. Vamos, Diallo! Ile! Top për tek Koxhi, shumë larg. E arrin. Vjen pasim në zonë dhe shkakton një ndërhyrje të parregullt, nuk gjen topin për këmbët e kundërshtarit. Sulmuesi brazilian Wallison. Shohim edhe një herë tjetër pasimi i Koxhis dhe Wallison, i cili ndërhyn në mënyrë të parregullt ndaj Kasës. Topi larguar nga Marku. Manellari. E rëbet topin pa fallu Wallison. Mbështet kamera në krahun e djathtë. Pasimi është pikërisht për të. Vonohet shumë. Kamera gjen për Gjonin. E majta e për Gjonit e letë. Përfundon në duart e Totoshit. Diallo. E vjen Bruno me faull. Topi gjatë i Diallo tenton Elbasani me anë të topave të gjatë për të kapur në moment pas sigurie mbrojtjen e Bylisit. Lejthia kthen topin te Kasa. Olberkes. Sërish Kasa. Lila, 1-2, Lila, 1-2. Luan tek Olberkes. Heziton të pasoj tek Lila. Me pas. Ka shumë të vështirë Kasa, i cili edhe një herë tjetër luan tek Olberkes. Ky fundit e kthen tek Totoshi. Bravo, Ibra. Abbas. Edhe një herë tjetër Totoshi. Ponohet. Topi gjatë. Marko fiton duelin ajror me Lajthin. Zegomesh. Dimov. Bruno. Go, Diallo, go! Avancon braziliani ka hapësirë. E ablon në krahun e djathtë. Mira të ku ndodhet kamera, afrohet për Gjoni. Stojlov, topi gjatë, Koxhi e dorëzon te kundërshtari, është Diallo i cili e kthen tek Olberkes, ndërsa ky fundit e largon si mundet, vjen në mbështetje Zegomesh, por Stojlov kërkon mbështetjen atë top të larguar. Lukili e shpëton mirë mbulimin të kundërshtarit, topi është interesant në krahun e djathtë të ku ndodhet Diallo. Vjen edhe një tjetër në mbështetje Lukili, por jep një shtyrje. Bruno Kane gabon në këtë top të pasuar. Diallo hyn në zonë, por ndërhyn Stojlov. Goditja e 4 nga këndi. Shohim edhe herë tjetër ndërhyrjen e Stojlov. Musta është tek topi. Të larguar nga Ozolc. Kane. Vjen ndërhyrja e Lukilit. Gjono, brenda Gjono.
Djallon dhe zi. Inside Djallo. Inside more Djallo. Kamara. Djallo. E ndërhyrja e Lethis. Efton Eugene Gjaja. Lejti. Ka vetëm një paralajmërim për Lethin. Gjono. Mos u di. Shumë larg atje. Top shumë i fort për të Kamara në krahun e djathtë. Nënt gola për Lethin. 33 javë të zhvilluar, në 34 javë të zhvilluara. Ka qenë pjesë e Byllisit. Sulmuesi Jonathan Lethia. Ka një fallë për Elbasanin. Bravo, bravo, bravo. Pa kënaqësi tek tifozët e Byllisit. Fast, fast. Sektori mik, ku ndodhen tifozët e Elbasanit. Djallo arrin të gjej mirë Lukilin. Pason tek Ze Gomes, dhe ideja ishte mirë, por shumë larg aksione Djallo. Mos u di. Wallison. Gol Djallo. Timov luan tek Marku. Topi gjatë për tek Kamara, i fort. Bravo Ibrahim. Minuta e 21, Bylli 0, Elbasani 0. Pak raste nga të dyja skuadrat, pavarësisht dëshirës dhe insistimit për të gjetur golen. Ndërhyrja shumë e mirë e Markut dhe faul shkëtuar nga Abbas. Atë kështë edhe trajneri Mirel Josa, i ullur në stol, diskuton me asistentin e tij. Në 34 ndeshje, në stolin e Byllisit kanë 9 fitore, 11 barazime dhe 14 humbje, 38 pikë të koleksionuara. Atë kështë edhe Ivan Gozdenovic, 17 fitore, 11 barazime dhe 6 humbje, 62 pikë të koleksionuara. Sigurisht që i ka dhënë një tjetër impakt se skuadrë, një tjetër fytyrë. Sezonin e kaluar Elbasani nuk ka arriti dot 4 vendet e para, ndërsa këtë vit kërkon titullin kampion. Topi larguar nga Totoshi mbyllet nga Stoilov, megjithatë topi përfundon tek Lethia, i cili e kthen pas tek Musta. Në vështirësi kapiteni Elbasanit dhe dorëzon tek Kamara. Stoilov për Gjoni, luan tek Marku, kërkojnë të qetësojnë lojën lojtarët e Byllisit. Timov, Marku për Gjoni edhe njërë tjetër, ka topi Marku. Timov ka po në këtë top të larguar. Kane, Koxhi. Pasimi është i mirë për te Kane, Wallison. Koxhi është Pedro. Stoilov. Timov. Marku. Avancon Bruno. Luan mirë, në krahun e malet ku ndodhet Koxhi, sërish Bruno. Arkimi i mbrojtësit dhe vjen në mbështetje Jonathan Lethia.
Lutobin për tek Totoshi, për dire Elbasanit, luan për para, por e dorëzon shumë shpejt. Është rregjur Elbasani në këto minuta. Ball is there, inside Diallo. Kanzemon. Stojlov, Kanzemon. Bruno, Yes. Robo. Marku, e vre me duar për Elbasanin. Ze Gomes. Sposton lojën në krahun e djathtë, të ndodhet Lila në përpjekje për të qenë patroni krahut, por mbyllet nga Pedro. Jafni portugezi, ndërkohë që Koxhi luan tek Dimov. Ibrahisi. Ozolc preferon një top të gjatë, megjithatë gjet të lirë Kane, i cili nis një sulm premtues, është Wallison dhe goditja e cilit ndalet nga Totoshi. Pion aksionin Pylis, pasimi Wallison dhe goditja e let e dobët nga ana e Pedros. Minuta e 25. Rasti më i mirë i kësaj përballje, të paktën për momentin, me Wallison. Një sulm shumë i mirë, i shpejt, duke gjetur të papërgatitur mbrojtjen e Elbasanit. Shohim edhe një herë tjetër, topin e dhënë nga Kane dhe goditja e Wallison. Ka një faull dhe kartoni verdh. Dëshkohet Musta në kundërkohë për të arritur tek topi. Dëshkohet me kartonin e verdh. Kapiteni Elbasanit, i pari lojtar që dëshkohet. Duhet edhe një herë tjetër të luhet loja për të pritur përshëllimën e kryesorit Eugene Xhaja. Tek topi është Stojlov. Arkimi i let i ullët, mbyllet nga Abbas. Kane e dorëzon topin. Pasimi tek Lejthia. Lëvizja e Lejthis dhe topi që përfundon tek Ozolc. Karim. Ile Bugatti. Bravo, Lila. Wait. Okay, don't worry. Kamara. Bravo, Diallo. Pason tek Kane. Koxhi. Luan tek Stojlov. Ka një vështrim për para, por e ka më të qartë idenë e lojës për të luajtur pas tek Dimov. Tashmë është Bruno. Topi mirë i Stojlov tek Koxhi. Lëvizja ndaj Lilës, arkimi në zodhe. Kjo goditja me kokë përfundon jashtë, edhe një herë tjetër shfaqet rrezikshëm Pylis. Në çdo cep të fushës, goditja me kokë e përgjonit që përfundoi jashtë. Ideja ishte shumë e mirë.
por në momentin e fundit godia me kokë për Gjonin përfundoi jashtë. Edhe njërë tjetër shfaq shumë hapësira në mbrojtje Elbasani. Bravo, 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 bravo. Topi dhënë nga Stojlov tek Koxhi. Good. Inside there. Sërish Stojlov, Yes. Yes. lëviz ndaj Lukilit. Well done. Avancon Stojlov, fiton shumë hapësirë. Luan në krahun e gjatë tek Kamara i shpejt, ky i fundit. Pason tek Pedro, pasimi i Pedros. Një top që fillimisht u mendua si një pasim, por u shfaq rrezikshëm në portën e Totoshit. Vion të jetë shumë i rrezikshëm në lojën nga krahët ekipi Ballshot, duke shfrytzuar shpejtësinë e dy lojtarëve si Kamara dhe Koxhi, aty ku për momentin Musta dhe Lila po shfaqin probleme me shpejtësinë e dy lojtarëve. Musta i ndërshkuar me karton të verdh, pikërisht për një ndërhyrje të parregull ndaj Kamaras, duke mos lejuar avancimin e tij. E shohim edhe një herë tjetër, shpejt Kamara. Arrin të gjej Pedron. Kërkon një sulm për Elbasanin, Lejthia dhe ndërhyn Marku, i vëmendshëm, kapiteni i Pylisit. Ritëm! Fokusohet sërisht Reliosa. Zegomesh, tentativa e të cilit përfundon jashtë, pa shumë probleme, pa shumë dëme tek Ballshotët. Come, Zin! Diallo more, diallo! Stop line! Stop the line! Topi gjatë i Ozolc. Kane. Bravo, Diallo! Revenementuar për vendasit, ka kaluar gjysmore lojë nga kjo përballje, Pyli 0, Elbasani 0. E vendasit të cilët në këto minuta janë shfaqur kërcënueshëm. Kamara shpëton mbulimit të Lejthis, i fundit shkakton një ndërhyrje të parregullt. Drop! Go there, Zin! In your position, Zin! Zin! Nuk kemi shikuar topi fare. Bruno. Kam Diallo. E top për te Kane. E arrin me vështirësi, jo, thot kryesori Eugene Gjaja. Ka pojnë lojtarët e Elbasanit, është Koxhi, cili tentoi një pasi për tek Wallison. Lukili fton në krahun e djatë Abbas. Aja mbështet Lukili, topi është për të, vjen me shumë shpejtësi Mukhtar Koxhi. Implementuar për Elbasanin. Lila pason tek Abbas, fton Manelarin. Zegomesh. Edhe njërë tjetër Zegomesh. Goditja e Abbas jashtë. Minuta 32. Bravo, Quna, bravo! Hajde, Gjono! Kam! Stop! E shumë edhe njërë tjetër tentativën e mesoshorit e Elbasanit. Kamze! Karim, second ball, Karim! Gjono! Topi ty, Gjono!
në vështirësi, sërish mbrojtja Elbasanit, topi larguar nga Lila. Musta luan përpara Lethia, e pasim për tek Manellari mbyllet nga Stojlov. Kamara pason tek Përgjoni. Stojlov. Arkim në zonë. Abbas Zegomesh. Ardhur në mbështetje të mesfushës, por pasimi lexohet nga Stojlov. Kane gabon me këtë top të kthyer. Zegomesh shoj tashmë sulmin e Elbasanit. Pasimi mirë për tek Diallo, ndërhyn Mukhtar Koxhi. Megjithatë goditje nga këndi. Goditja e 5 nga këndi për Elbasanin, që është superior ka kundërshtarit. Megjithatë rezultati është ajo që ka rëndësi për të dyja skuadrat. Vjen të jetë Mbyllin 0, Elbasani 0. Lukili tek topi. Arkimi pretendohet për një prekje të topit me dorë, loja vion. Kane e vjen për të rrëmbyer topin Olperkis. Bravo Diallo! Bravo Diallo, bravo Shojmë tashmë këtë zbritje të vendasve me forca të pakta, është vetëm Walison dhe Pedro më të avancuar. Jo. Kane. Stojlov luan tek Bruno. Ibrahim! Koxhi. Bravo! Kam Diallo Bruno. tim. Kamara arrin të pasoj tek Walison. Goditja e Walison e gabuar. Kërkoi në një farë mënyrë lavdim personale, ku pranë tij ishte Pedro, një pozicion shumë i mirë. Ndërkohë ky ishte momenti, një pretendimi nga ana e lojtarëve të Elbasanit për një prekje të topit me dorë. Topi larguar nga Lila, Stojlov. Rryrja e Lukilit me faul. Gjono me atë je. Diallo! Dimov. Luan tek Marku. Topi gjati Markut është Walison dhe ka pozicion të parregullt. Pozicion i parregullt. Kam Karim! Ibra! Kam Ibra! Topi fituar nga Mukhtar Koxhi, gabon Lila, Pedro. Dhe vjen ndërhyrja me faul e Lilës. Goditja e lirë për Pirisin, e shohim edhe një herë tjetër dueli midis dy numrave 77 dhe portugezi, i cili arrit të fitojë duelin me kundërshtarin. Goditja e dënimi është pikërisht portugezi. Të shohim nëse do të jetë një goditje drejt për drejt në portë apo ndonjë arkim në zonë, por për momentin do toshi vendos muri mbrojtës, kërkon të jetë i sigurt. Janë 3 lojtarë të Elbasanit. Një vështëllim e kryesor Eugene Xhaja. Është një arkim i Pedros. Top i larguar me kokë dhe tjetër pozicion i parregullt. Nuk vlen aksioni i patriotëve. Abbas. E vjen Kane për t'i ushtruar një lloj pressingu, topi gjatë. I mirë për tek Lethia dhe ndërhyn Bruno në momentin e fundit. Topi gjatë i Lilës. Lethia, i cili në këtë
moment i spostuar në krahun e djathtë të sulmit. Është goditja e 6 nga këndi. Tek topi Lukili. Arkimi i ullët dhe jo preki me finter nga ana e Liles. Nuk sjell dëme tek Bylis Lukili. E top jo i mirë tek Lila, megjithatë vendos në vështirësi Brunon i cili i dhuron këtë rivënie me duar Elbasanit. Luan shpejt Lila. Kasa. Gabon Kasa, mbyllet aksioni nga Bruno, megjithatë vjen në mbështetje Manellari dhe faul i shkaktuar nga ana e Kane. Shoj markimin e Lukilit. Tentoj një avancim të shpejt Pedro, mbyllet nga Diallo. Gabon edhe Musta. Wallison. Nuk se shumë e artë për Bylesin. Marku ka braktisur mbrojtjen. Një vështrim në zonë, arkimi Markut dhe Lila i cili lë topin për tek Totoshi. Shojnë të zbritje me Përgjoni në zonë pasimi dhe mbyllet nga Totoshi, cili luan shpejt. Abbas fton Lukilin. Edhe një vështrim për para, sigurisht që ka shumë të vështirë të gjej një shok skuadre bosh. Edhe njërë tjetër Lukili. Kërkon të organizoj lojën e Elbasanit, pason tek Abbas. Lejthia preferon një pasim pas, aty ku ndodhet Lila. Manellari. Luan sërish tek Lila. Olperkis. Musta. Spostohet loja në krahun e majt. Lukili tashmë. Lila. E ka shumë të vështirë Elbasanit të riorganizohet, të nisë një sulm kërcënueshëm. Lukili. Ako Gabon. Totalisht Lila. Duel force mes Kasës dhe Pedros del fitues, mbrojtësi e Elbasanit i cili luan tek Totoshi. Musta. Zegomesh. Gabon Zegomesh. Marku luan për para. I shkon Wallison për të shqetësuar mbrojtjen e Elbasanit, ndërkohë Gabon Totoshi që gjenë zhjithën duke pasuar të Kolberkis, rëmuj në panik mbrojtja e Elbasanit. Kasa për tek Manellari, me gjatë vjen në mbështetje Diallo, i cili pason tek Abbas. Lukili. Lila. Abbas. Diallo. Goditja Diallos. Nuk ka kuadrat. Tentoj të surprizon të portierin Ozor, si atë kështë edhe Totoshi, i cili pak qaste më parë krijoi
panik tek Elbasani me ato top të larguar, megjithatë ai rikuperoi shpejt gabimin, ndihmuar edhe nga mbrojtja. Zegomesh. Bruno gabon lejthia, megjithatë i vëmendshëm Bruno mbyll aksionin. Lukili fton Zegomesh në zonë sulmuesi e Elbasanit. Dhe ka një faul. Një bryll i ngritur i Zegomesh kundrejt Brunos. Dërën me njerë Eugene Gjaja. Stojlov është për Gjoni. është me lojtarët e Elbasanit. Diallo që kërkon të arrit e këtopi, por pasimisht se shumë i fortë i Abaz, mbyllet nga Dimov. Ozolc luan te Kane. Gabon Kane, shohim tashmë Zegomesh vonohet shumë. Diallo. Top i gabuar. Largohet jo mirë nga Mukhtar Kogji dhe Diallo, i cili prek topin me kokë. Por vetëm kaq ka hyrë në një rrjedh të qetë kjo përballje. Bylis kishte rastin e artë në minutën e 25 për të kaluar në avantazh me Wallison, atë goditja e brazilianet fluturim thu ndal nga Totoshi, dhe në minutën e 32 tentativa e Abaz për Elbasanin. Ndërkohë këtu Eugene Gjaja vendos përfundimin e pjesës së parë, gjithçka mbetet e hapur, gjithçka mbetet e luftuar, një pushim i shkurtër miq dhe pas pak sërish me pamje nga pjesa e dytë. Ka vendosur t'i besoj zgjedhjeve të para. Do të shohim se si do të rrjedhin ngjarjet në këtë pjesë të dytë. Ka fshëlluar edhe një herë tjetër kryesori Eugene Gjaja. Kërkojnë të nisin me njerë një sulm premtues lojtarët e Elbasanit. Shohim i shpejt Pedro, goditja e tij ndalet nga Totoshi dhe Musta, i cili në fund e lë topin tek Totoshi. Nis me njerë me një sulm kjo pjesë e dytë. Shpresojmë që na dhuroj më tepër emocione, më tepër mundësi konkrete, dhe pse jo edhe gola në këtë përballje që është shumë e vlefshme, jo vetëm për Elbasanit për të konsoliduar vendin e parë, por gjithashtu edhe për Bylisin për të shpresuar tek mbijetesa. Aurel Marku ka topin kapiteni i Bylisit, lëviz mirë ndaj Manellarit, arrin të pasoj sakt tek Pedro, ky fundit. Tenton të gjej Wallison, pasimi është delikat i vështirë. Arrihet nga braziliani, mbyllur nga kapiteni Musta. Dhe vjen goditja e parë nga këndi për Bylisin. Shkon Stojlov. Atë është dhe trajneri i Elbasanit Ivan Gozdenovic, i cili ka një objektiv shumë të qartë në kokën e tij, jo vetëm ai, por edhe tifozët e Elbasanit, pikërisht titullin kampion, dhe kjo goditje që përfundon në rrjet arrin të realizoj kapiteni i Bylisit Aurel Marku. Arkimi i Stojlov në shtyllën e dytë ishte perfekt për të gjetur kapitenin e Bylisit në avantazh ekipi ballshiot në minutën e 48, pikërisht me Aurel Markun.
E shohim edhe njërë tjetër golin. Kishte shumë të vështirë për t'i Elbasani Totoshi për t'i ndryshuar rrugën atij topi. U mundua, reagoi, por e pa topin në fundin e rjetës. Bylis 1, Elbasani 0. Do të shohim se si do tjetë reagimi i miqve pas këtij goli të pësuar. Marku, autori golit, luan të kamera, tentoi një pasim të gjatë tek Wallison. E kthem pas tek Marku, edhe njërë tjetër kamera, luan tek Stoilov, mbyllet nga Zegomesh. Arrin topin Zegomesh, por i vjen me shumë shpejtësi Stoilov që kërkon të nisë një sulm të shpejt, por Wallison shkaton një ndërhyrje të parregull ndaj kasës. Diallo për tek Musta, mbyllet nga kamera, preke fundit e Diallos, rivëni me duar për Bylisin, ja tek është edhe Mireljosa, për momentin duket i qetë në stolin e tij, pasi Bylis ndodhet në zonën e shpëtimit me 41 pikë në rast se ekipi Patriot arrin të fitojë. Arkimi i Lejthis që ndalet në trupin e Brunos. Vënë me duar për Elbasanin, fokusohet Lila. Lejthia, arkimi në zonë, Manellari me kokë, shkon Zegomesh, por del portieri Ozolc. Shqetëson prapa bijën e Bylisit. Marku, Stoilov, rryrja e Manellarit pa fall, ka mbetur i dëmtuar Stoilov, mesueshori i cili kontriboi në golin e shënuar nga Marku në atë top të arkuar nga goditja e këmbit. Një lojtar që sigurisht jep shumë garanci mes fushës së Bylisit, ndërkohë ndoqëm atë bryll të ngritur të Manellarit në fytyrën e Stoilov. Kërcuar 30 vjeçari, pjesë e Makedonias, luajtur për 3 sezone në kampionatin e Maqedonisë së Veriut. 3 gole të shënuar me fanellën e Bylisit në 11 ndeshje për Stoilov. Ade Duro pritet t'i jap më tepër muskuj dhe freskime së fushës së Bylisit me aktivizimin e tij në pjesën e dytë. Wallison, pozicioni pa rregullt. Edhe njërë tjetër, nuk është se ndjek mirë linjën e mbrojtjes muesi brazilian në pjesën e parë, thuajse 3 herë ka dalë në pozicion të parregullt. Topi gjati Olberkis për tek Zegomesh. Preka e fundit e Zegomesh. Ky është momenti i pozicionit të parregullt Wallison. Faul i Olberkis. Goditje e lirë për ekipin Patriot që ai goli shënuar nga Marku në minutën e 48 i ka dhënë më tepër besim dhe moral të lartë ekipit të Bylisit për ta interpretuar me kujdes dhe për ta administruar mirë këtë përballje, një 3 pikësh që do të ishte mjaft i rëndësishëm në luftën për mbijetesë. Megjithatë Elbasani ende nuk e ka thënë fjalën e fundit. Shohim arkim në zonë, top i larguar me kokë jo mirë, ndërkohë që Ade Duro fluturimthi.
Tentoj nga ajo distancë portën e Totoshit. Kasa. Luan tek Olberkis. Ndërkohë kapojnë lojtarët e Elbasanit. Dhe Kogji pretendoi për faull, loja fijon. Diallo. Apo në këtë pasim, mbyllur nga Dimov, me eksperiencën e tij që nxjerr topin jashtë vijës ansore për t'i ardhur në ndihmë shokut të skuadrës, pikërisht Kogjis, i cili mbeti dëmtuar të përplasi me kundërshtari, 21 vjeçari nga Kameruni, Mukhtar Kogji. Është sezoni i tij i dytë tek Bylis. Po bën paraqitje vërtet të mira Mukhtar Kogji. Shohim edhe një herë tjetër, tentoi të avanconte më tej, u ndal nga Abbas dhe kryesori Eugene Xhaja e vlerësoi pa faull. Kasa. Lila. Tovi që shkon tek Lukili, afrohet për Gjoni për ta shqetësuar. Lethia. Arkimi në zonë, shtyllën e 2, Diallo për tek Lukili. Arrin të barazojë në minutën e 55. Elbasani mjaftoi një prekje e lehtë e Lukili për ta çuar në rrjet. Bylis 1, Elbasani 1. Nis me njëherë loja, sigurisht që Bylis nuk pajtohet me barazimin që e vendos në një pozicion delikat në klasifikim. Një pjesë e 2 që përbëhet më interesante, më intriguese. Stojlov. Ato për tek për Gjoni. Kalon fillimisht Lejthin, por ka faull. Rryrja e Manellari tek është dhe Lukili. Autori golit të barazimit, 29 vjeçari nga Maroku. Shohim fillimisht arkimin e Lejthis, pasimi i lehtë i Diallos dhe i devimi i lehtë i 29 vjeçarit. Arrin të gjej golin mesushori 29 vjeçar, gol që ka munguar që nga shkurti dhe pikërisht shënonte kundër Bylisit në barazimin 1-1. Zhvilluar në Elbasan Arena e vlefshme për javën e 26 të hapjes dhe superiores. Duket se Bylis i sjell fat me sushojt maroken. Marku ka braktisur pozicionin e tij, avancon, luan përpara, Kamara, shohim sa hapësirë ka numri 17 i Bylisit. Arrin të krijojë hapësirë. Pedro i cili lë topin për Ade Duro, por u mbet shpejtësinë dhe surprizën e aksionit. Gabon Ade Duro. Gjithashtu edhe Diallo me ato top të lehtë për Lejthin. Dimov fton Kamaran. Mbyllet nga Musta, vjen për Gjoni. Edhe një herë tjetër fiton duelin kapiteni i Elbasanit, Lejthia. Nuk ka faull. Të fituar nga për Gjoni. Dhe është Lukili i cili ndjek aksionin me shumë vëmendje duke fituar topin. Arkimi gjatë i gabuar.
Gabon Dimov. Abbas, një mësi shumë e mirë për Elbasani, për kaluar në avantazh. Diallo për tek Lukili, hy në zonë goditja e Lukilit që ndalet nga Dimov dhe Ozolc. Një aksion shumë i mirë i miqve nisur nga krau i djathtë dhe goditja e Lukilit përfundon jashtë. Ka patur një devijim të Ozolc, është goditja 7 nga këndi. Për Elbasanin vetëm një byllis kërkon të shfaqet e rrezikshëm ekipi i Elbasanit edhe nga goditjet nga këndi, duke shfrytzuar shtatlartësinë e Olberkis, gjithashtu edhe të Lilës. Kemi Tokazi, jo i mirë. Diallo mbyllet nga Ozolc, topi që përfundon tek Olberkis. I vjen me shpejtësi Mukhtar Koxhi, i cili arrin të fitojë edhe këtë faull, frymëmarrje për mbyllisin. Falli shkaktuar nga Zegomesh ndaj Brunos. Tek topi Stojlov, Bruno, topi gjatë për tek Wallison, mbyllet nga Olberkis, i cili ka centimetrat e dura për të fituar duelet ajrore. Lukili, Musta. Avancon kapiteni e Elbasanit, por ndjen shqetësimin e Wallison dhe faull. Emiliano Musta, kapiteni e Elbasanit, i ndëshkuar me kartonin e verdh. Minutën e 26 është i vetmi lojtar për momentin i ndëshkuar, i cili duhet bëj kujdes në lëvizjet e tij, pasi Kamara është një lojtar shumë i shpejtë që mund të vendosë në vështirësi serioze mbrojtjen e Elbasanit. Ka topin Bruno. Një top që e përplas te kundërshtari, arrin të fitojë këtë rivënie me duar. Manellari, lë topin për tek Abbas, Lukili e kthen tek Musta. Gjen Lukilin, mbyllet nga Stojlov, i vëmendshëm, mjaft mirë 30 vjeçari, i cili po bën një paraqitje vërtet pozitive. Ade Duro. Bonohet, megjithatë e gjen zgjedhjen duke pasuar tek Kamara. Koxhi ka shumë të vështirë të arkoj, luan edhe njërë tjetër të Kamara, bonohet ky fundit, e kthen topin pas tek Ade Duro. Dimov. Marku tashmë, rinë të pasoj tek Përgjoni, kombinime të mira, pasime të shumta të lojtarëve të Byllisit. Pedro e lë topin për tek Përgjoni, është Stojlov. Shohem këtë goditje dhe përfundon jashtë. Nuk tregohet i sakt Koxhi në metrat e fundit në një aksion të shpejt, me ritëm dhe pasime të shumta. Por finalizimi jo i mirë i Mukhtar Koxhis. Minuta e 63. Lukili. Topi mirë tek Diallo, kërkon një pasim lejthia, vonohet shumë Diallo. Manellari, goditja e lehtë, mbyllet nga Dimov. Pretendohet për një pozicion të parregullt, por loja për momentin vijon. Arkimi Manellarit mbyllet nga Përgjoni, ardhur në ndihmë të mbrojtjes
Wallison ka fituar këtë faul. Një zbritje e shpejtë e lojtarëve të Elbasanit për të shfrytzuar shpejtësinë e Diallos. Kamara. Gabon për Gjoni, rivënim e duar për Elbasanit. Kryet nga Musta, afrohet Manellari. Luan edhe njërë tjetër të kapiteni Elbasanit. Abbas. Lila Olperkis Kasadashma. Manellari. Pason tek Lukili. Lajthia edhe njërë tjetër për tek Lukili. Krijon hapësirë Arkim në zonë dhe Dimov largon topin me kokë. Vjen me shumë shpejtësi Kogji, por nuk ka rindo të mbyll aksionin e Elbasanit. Pasim që nuk shkon për tek Lajthia, Wallison. E ka një faul. Ka një faul shkaktuar nga Lila. Kamara. Mjaft një shpëton bulimit të Mustës. Hynë në zonë. Pasimi i tij më pas kjo goditje lehtë e Ade Duros. Nuk është se shqetësoi shumë Totoshin. Abbas. Diallo për tek Ze Gomesh. Pasimi i fortë. Lëvizje tek Elbasani, do ty në fushën e lojës Boje dhe largohet Lila. Lëvizja e parë tek Elbasani vjen në minutën e 66. Largohet një mbrojtës i krautët djatë, aktivizohet një mesushor. Një aksion mbyllur nga Musta, luan tek Lukili. Shojmë sa hapësirë ka, pretendon për një faul Kamara, loja vijon Boje, Musta. Prantjesht Lukili preferon një pasim në zonë. Spastron zonën Stolo, vetëm për një çast Abbas i vjen me shumë shpejtësi, Wallison duke rëmbyer topin. Kamara. Vonohet shumë. Pason në krahun e djatë tek Pedro e humbet shpejtësinë e aksionit sulmues. Pylis në këtë moment Pedro e kthen tek Stojlov. Marku Ade Duro luan edhe një herë tjetër tek kapiteni Pylis, si autori i golit. Një gol që erdhi në minutën e 48. Kogji në krahun e majt. Afrohet Ade Duro. Topi për të. Stojlov. Marku. Luan edhe një herë tjetër tek Stojlov. Arrin të gjej Kamaran. Lëvizje mirë ndaj dy lojtarëve sërish. Kamara nuk ka faul. Megjithatë edhe lojtarët e Elbasanit humbasin topin. Janë dy lojtarë të dëmtuar. Detyron Markun të nxjerrë topin jashtë vijës anësore. Plani parë për trajnerin Ivan Gozdenovic. E shohim edhe një herë tjetër momentin e përplasjes mes Kamaras dhe Abbas.
Ndeshje që nisi shumë mirë për Bylisin, duke kaluar në avantazh në minutën e 48, por barazimi erdhi shumë shpejt në të 55 me Lukilin. Marku Musta pyet gjithçka, Lukili ka bon Manellari në këtë top, me gjitha të Boje arrin të gjej zbuluar Lukilin. Hy në zonë, pasimi Lukilit Abbas fton Lajthin, lëvizja Lajthis dhe kjo e majt me topin që përfundon jashtë. Shumë i shqetësuar trajneri i Bylisit Mirelios me atë dalje të shpejtë të Elbasani duke gjetur zbuluar mbrojtjen e Bylisit. Dhe për pak mund të kishte vendosur në telashe ekipin e Bylisit. Ozolc luan për para për Gjoni. Abbas luan tek Lukili, arrin tek topi numrin 10. Byllet nga Marku. Nuk ka faull, topi ftuar nga Boje, gabon Abbas. Ate duro. Topi fort për tek Wallison që vendos në vështirësi Olberkis dhe Totoshi për plaset. Sulmuesi brazilian nuk ka faull. Lejon Olberkis të avancoj për para. Nuk preferon të nxjerrë jashtë topin. Pason te Lukili. Tek stoli Bylisit të irrituar. Ndërkohë që Dimov proteston Dimov. Shojmë edhe njërë tjetër për plasjen mes Wallison dhe Totoshit. Vion të jetë i shtrirë në fushën e lojës sulmuesi brazilian. Ndërkohë kanë mbetur edhe 20 minuta nga përfundimi i kohës së rregullt, plus kohën shtesë në përballjen e javës së 35 e parafundit nga mbyllja e sezonit të rregullt. Bylis 1, Elbasani 1. Për momentin, ekipi Bylisit në vendin e 8 në kodën e 39 pikve. Dhe Elbasani në vendin e parë me 63. Vion të marrë kujtesën e stafit mjekësor sulmuesi brazilian Wallison atë përplasje me Totoshin. Është një pauzë që i lejon dy trajnerët të japin indikacionet e tyre. Ndërkohë Bylis javën e ardhshme dhe të fundit do e luaj përballë Vorës në transfer, ndërkohë që Elbasani do të pres Tiranën në një përballje interesante mes dy skuadrave. Shoj markimin e Mustës, nuk gjen askënd, është vetëm Koxhi i cili e lë topin të dalë jashtë fies anësore. Manellari. Musta. Kasa. Ka kaluar me një mbrojtje me 3 Elbasani pas daljes nga fusha e lojës të Liles dhe aktivizimit të Boje me sushormet i para ofensive. Stojlov luan tek Bruno,
topi gjatë i Brunos mbyllur nga Kasa. Dhe pas ai topi larguar nga Olberkis është vetëm Zegomesh. Dimo fiton duelin me Zegomesh. Stojlov. Koxhi. Top për tek Pedro që mbyllet nga Lajthia. Kërë rivëni me duar Koxhi, Pedro. Edhe njërë tjetër Koxhi, sërisht Pedro. Pasime të shumë të në atë zonë të ngushme së dy lojtarëve, ndërkohë që Adeduro e vështirësi e ka kontrollin e topit. Luan te Kamara, nuk i ndajt Musta, vjen gjithashtu edhe Lukili. Avancon Marku. Gabon kapiteni Bylesit. Lukili shkon të shqetësoj për Gjoni, gabon Lukili e dorëzon topin pa kushte. Manellari. Luan tek Lajthia. Edhe njërë tjetër Manellari. Rivëne me duar për Bylesin, ishte një pasim shumë i fort për tek Diallo, kraun e djathtë. Nuk ka faul, vion loja. Manellari për tek Diallo, preferon një arkim në zonë, pavarësisht se Boje kërkoj një pasim shumë pranti. Bruno. Koxhi luan edhe njërë tjetër tek Bruno. Në vështirësi braziliani. Detyrohet të luaj për para, por ai topi dhën mbyllet nga Diallo. Do të kemi 3 zëvendësime tek Elbasani. Largohet Zegomesh. Është larguar Lukili. Leshi dhe Kasa në fushën e lojës. Largohet edhe Diallo. Në vendin e tij Bunjaku. Të fituar nga Marku Adeduro, luan në kraun e djathtë ku ndodhet Kamara. Leshi. Manellari. Abbas. Bonohet shumë Abbas. Lajthia. Luan pas tek Olberkis. Kasa për tek Manellari. Boje fton Muston, Klevis Kasa. Mirë në zonë me shumë lehtësi dhe ai pasimi dhën kalon që i pasqyrën e mbrojtjes. Klevis Kasa edhe njërë tjetër, mbyllet nga Marku. Lëvizje tek Byles do t'jenë 2. Në fushën e lojës për Ndreca.
Largohet Kamara. Do aktivizohet gjithashtu edhe Sulovari. Largohet Stojlov. Të fituar nga Marku. Luan për para, nuk arrin dot Pedro Olberkis. Luan për para dhe Musta pavarësisht dëshirës dhe urvatjes nuk arrin dot të mbaj topin në lojë. Olberkis. Luan tek Totoshi. Musta. Topi shpejti Kasës për tek Boje. Fton Abaz. Bunjaku. Lajthia, lëvizje shumë e mirë e tij. Merë qëndrën pasimi për tek Klevis Kasa. Edhe njërë tjetër Klevis Kasa, goditja e tij e mirë e shpejt, por ndalet nga Ozolc. Edhe njërë tjetër në sulm Elbasani në përpjekje për të ndryshuar fatet e kësaj përballje. Leshi shkakton faul Leshi. Mbajtja nga Fanella dukshëm ndaj Ade Duros. Sulovari. Topi për Ndrecës. Vrapon shumë Dimov. Topi gjati ti, ndërkohë që është një moment shumë i mirë për Bylisin me Pedron. Luan tek Sulovari për Ndreca dhe shkon në rjet në avantazh Bylis. Sa po aktivizuar për Ndreca arrin të realizoj. Bylis 2, Elbasani 1. I qetra njëri Mirel Ljosa. Por do ta shohim edhe njërë tjetër nëse i goli shënuar nga Përndreca ka patur një devijim apo ka qenë një goditje e drejt për drejt në port, pasi mori një trajektore disi të çuditshme dhe ka fest në pjesën ku ndodhen tifozët e Bylisit dhe shpikërisht kështu ka patur një devijim nga ana e Olberkis. Shohim për momentin ky gol po vlerësohet nga dhoma e sistemit VAR, duhet presim për me shenjë kryesor. Eugene Xhaja diçka ka part pa rregullt teknologjia. Fton kapitenin Musta. Diçka duhet parë. Fton gjithashtu edhe kapitenin e Bylisit, Aurel Marku. Dy kapitenë ndodhen pranë kryesorit. Do të verifikohet çdo detaj më minimal, sepse edhe ai më minimali bën diferencën në të tilla përballje ku pikët janë shumë të nevojshme për të dyja skuadrat. Për Bylisin që ka nevojë me patjetër për frymarrje për sa i përket mbjetesës dhe Elbasani për të blinduar vendin e parë. Po merr kohën e nevojshme
Kryesori, ndërkohë që i bën me shenjë për ndrecës për t'u larguar. Do të ketë një karton të verdhë, shohim nëse është një paralajmërim pra për një nga zyrtarët e klubit, do shkohet me kartonin e verdhë përfaqësuesi Arbërsino. Është një fjalë më tepër sinjalizuar nga arbitri i katërt Albano Stolaj. Të gjithë në ankth. Të gjithë presin tashmë një vendim final. Po me shumë kohë kjo situatë. Goli është i vlefshëm. Bylis 2, Elbasani 1. Goli shënuar nga Përndreca. Fal një devijimi nga ana e Olberkis. Ne shohim edhe një herë tjetër. Pasimin e Sulovarit. Një gol i gatuar tërësisht nga 2 lojtarët e Stolit. Të aktivizuar në minutën e 78 kur Përndreca mori vendin e Kamaraz dhe Sulovari vendin e Stojlov. Bunjaku mbyllet nga Përndreca. Lajthia, topi i arkuar, Dimov luan përpara. Wallison nuk e çon dot topin tek Pedro, edhe një herë tjetër Elbasani me Lajthin. Revënia ansore për Bylisin. Ky ishte momenti. Një aksion që u vlerësua pozicioni i rregullt. Rivene me duar për Bylisin, sigurisht ai goli shënuar nga Përndreca ka dhënë më tepër besim ekipit të Bylisit. Musta kërkon që edhe në këto 4 minutat e fundit nga mbyllja e kohës së rregullt të jap një tjetër reagim. Elbasani, Koxhi, Pedro. Ka një faul shkaktuar nga Manellari. Shohim edhe një herë tjetër faullin e shkaktuar nga Manellari. Tek topi Sulovari. Arkimi dhe kjo goditja me kokë e Wallison përfundur në jashtë. Musta. Pason tek Manellari. Kasa për tek Musta. Manellari. Klevis Kasa, nuk ka rindot Manellari. Sulovari tashmë mbyllet nga Boje, megjithatë i vjen në mbështetje Ade Duro dhe Marku Gabon.
kemi zëvendësin tek Bylli, zotë aktivizohet Emini, largohet Wallison. Aktivizohet edhe Nongo, largohet Manellari. Olberkes. Nongo. Lëviz mirë ndaj Pedros, arrin të fitoj edhe këtë faul. Musta. Olberkes. Luan tek Kasa. Musta. Edhe njërë tjetër Arsen Kasa për tek Apas. Sërisht Arsen Kasa. Tashmë të gjithë lojtarët e Byllisit në gjysmë fushën e tyre. Pasimi Klevis Kasës mbyllet nga Ade Duro dhe topi që përfundon tek Ozolc. Abbas. Luan tek Lejthia. Sërisht Abbas dhe Nongo nuk arrin dot tek topi pavarësisht se preku. Jemi në sekondat e fundit nga mbyllja e kohës së rregullt. Do të jenë 5 minuta shtesë. Edhe 5 minuta të tjera vuajtje për Byllisin për të ruajtur këtë avantazh, këtë fitore shumë të rëndësishme. Edhe 5 minuta shpresë për Elbasanin për të marrë qoftë edhe një pikë nga kjo transfert. Gabon Sulovari. Rivënë me duar Lejthia. Pedro. Avancon portugezi, mbyllet nga Lejthia. Ardhur në mbështetje të mbrojtjes Gabon Nongo. Shkojnë dy lojtarë për t'i byer topin për Gjonit. Rivënë me duar për Byllisin që vjon të mbajë sa më larg kundërshtarin. Kartoni vert për Ndrecën. Musta. Duritar mbyllin çdo lloj hapësire dhe Pedro arrin të fitojë. Këtë rivëni me duar shojmë grintën e portugezit, ndërkohë Musta ankohet tek kryesori për një faull, për një shtyrje nga ana e numrit 77 të Byllisit. Nuk nxitoj lojtarët e Byllisit, nuk kanë arsye pse ta bëjnë. Emini luan tek Sulovari. Topi gjatë për tek për Ndreca. Nuk e arrin dot. Rivënë me duar për Elbasanin, që përpiqen të luajnë sa më shpejt. Një aksion mbyllur nga Ade Duro. Tjetër rivënë me duar për miqt. Kasa. Luan tek Musta. Klevis Kasa. Edhe njërë tjetër.
Lëviz Kasa dhe ai pasim e fill të ri gabuar. Lethia. Shojmë të sun të Elbasanit, vonohet Lethia, Arkon Bunjaku shtyll. Çfarë mundësie? Fati nuk është me Elbasanin në këtë moment. Do të largohet Bruno në vendin e tij Gabriel. Çfarë mundësie? Fati nuk është me Elbasanin, atë goditja me kohë nga ana e Bunjakut. Me topi që u përplas në shtyll. Shojmë të Arkim, Musta, arrin topin, por diçka përfundon në duart e portierit Ozolc. Jep qetësi, jep frymëmarrje. Luan përpara portieri Pylisit, por gabon. Shumë edhe herë tjetër regjia na mundson goditjen me kokë nga ana e Bunjakut dhe topi që përplaset në shtyll. Luan përpara Kasa, nuk arrin dot Musta. Pedro. Luan tek Emini. I shkon Olberkis. Arrin tek topi, por këtu Eugene Xhaja vendos të mbyll këtë 95 minutësh, vërtet me ritëm dhe 3 gola të shënuar, të gjitha në pjesën e dytë. Një ndeshje që shkon në favorin e Bylisit.